Denisa Hardadhia, mësuese kantos në shkollën e mesme artistike Prenk Jakova Shkodër, organizoi një mbrëmje operistike me interpretime të zgjedhura, ashtu siç e meriton një aktivitet i tillë. Ajo thotë se ka punuar shumë për këtë aktivitet, e ndihmuar edhe nga kolegët e saj dhe beson se ka përgatitur një mbrëmje mbretëlënse. Arti është gjithmonë i pavdekshëm edhe si art që është, ku ka më bukur që të bërë gjëra të bukura për artin. Edhe mendova që ishte sinema e bukur. E ndjeva veten më komode për të realizuar tani këtë koncert, sepse ndjeja veten më të plotësuar nga shumë gjëra dhe thash pse mos ta realizoj edhe për faktin e vetëm që pranvera ku ka më bukur që të vi me këngë dhe të vi më bukur me art të bërë bukur. Koncert maester Rozeta Leka dhe Eugen Kraja me pjesëmarrjen edhe të Luk Mllugjas dhe Kesi Reçit ishin interpretues në këtë mbrëmje. Mllugja thotë se është një aktivitet që meriton vlerësim dhe duhet të kemi sa më shumë të këtij lloji. Mbrëmje veçantë, mbrëmje operistike që e organizon kolegja eme Denisa, edhe unë e përgëzoj, është një iniciativë shumë e mirë. E bukur është sepse kjo të jep mundësinë për mu shprehë në skenë. Iniciativa është jo gjë e vogël, është një gjë bajagie e vështirë, por është gjë e mirë, është gjë e bukur. Është një iniciativë që artistat nuk duhet me harru, nuk duhet me lanë. Prandaj ne duhet me pas gjithmonë këtë iniciativë, me dalë në skenë, me marrë, me organizu evente, por duhet edhe me thirrë dhe tjerë. Sonte unë jam i ftuar dhe falenderoj për ftesën, vi me kënaqësi. Kjo është një gjë që na e do, na pëlqen dhe sa herë që dalim skenë, dalim me kënaqësi, me qejf. Hardadhia ka 11 vite karrierë artistike, ndërsa prej 5 vitesh është mësuese në këtë shkollë. Ajo shpreh kënaqësinë që kanë nxënës të interesuar dhe të talentuar që synojnë të arrijnë sa më të mirën e mundshme. Ka talenta, po thuaj se shkolla jonë artistike vit për vit nxjerr talenta dhe nxjerr emra që vërtet vazhdojnë edhe të më përparshmet nga shkollat e muzikës këtu në Shkodër kanë dalë dhe kanë bërë emra, si në Tiranë ashtu edhe jashtë vendit, jashtë Evropës. Mësues të tjerë të kësaj shkolle kanë programuar aktivitete të ngjashme sipas specialiteteve të tyre për t'i realizuar në ditët në vijim, duke shërbyer kështu edhe si pika referimi dhe nxitje për nxënësit në organizimin praktik të veprimtarive.